Kryeministri Edi Rama bëri të qartë se nuk do të jap dorëheqjen, pavarësisht kërkesave të qytetarëve, që për shumë se 20 ditësh protestojnë përballë kryeministrisë për çështjen e Zvërnecit. Në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Rama theksoi se do të jetë qeveria e tij, ajo që do të përmbush premtimet. Një qeveri nuk e dorëzon kur timonin tek zhurma. Një grup udhëheqës nuk i jepet zhurmës. Dhe sa më shumë zhurma zmadhohet, aq më shumë një grup udhëheqës forcon identitetin e vet, duke bashkuar të gjithë në emër të destinacionit. Ndonë se për kreun e qeverisë rrjetet sociale kanë nxjerrë shumë çështje jashtë kontekstit. Ai pranon se për protestave mund të nxirren edhe mësime. Askush nuk mund ta thotë unë jo, që nuk ka shumë të vërteta në ato që thuhen. Lidhur me çfarë nuk shkon, lidhur me çfarë duhet bërë më mirë, lidhur me si njerëzit duhet shërbehen më mirë. Sipas shefit të ekzekutivit janë pikërisht algoritmet e rrjeteve sociale që kanë sjellë jehon ndërkombëtare të protestave. Por kjo jehon, thot ai, nuk erdhi për mbrojtjen e mjedisit, por për investitorëve që do të zhvillojnë projektin. Bota nuk u zgjua prej fatit nartës, po prej emrit të Xharet Kushnerit, dhe sigurisht prej hijes së vjerrit të tij. Rama gjithashtu mohoi dhe pretendimet se ka qenë në Aruba. Çfarë vlere ka që unë them nuk kam qenë kur në Aruba, nuk e di fare për çfarë bëhet fjalë se ka ndodhur në Aruba, nuk kam dërguar kur njeri të shkojë në Aruba. Një përgjigje e pati dhe për ata socialist, që kanë kritikuar sjelljen e qeverisë së tij gjatë kësaj periudhe, por pa përmendur emra. Po mblodhen së bashku në një prurje që nxori në bregun e gjithë atij oqeani virtual, deri te dhëmb të atyre që e kaluruan këtë parti sa mundën. Dhe kuran nga kali, filluan të gjuajnë me këpucët e blera në shopingjet Majkali. Me ironi, kryeministri Edi Rama komentoi dhe kërkesat për një Shqipëri të re, përfshirë dhe nga brenda grupit parlamentar, duke u shprehur se e vetmja forcë politike që mund të sjellë këtë frymë të shumë kërkuar është Partia Socialiste.